Në malet e larta të Opojës dhe Sharrit, ku era fërshëllente midis grykave të thella, sjell jehonën e betejave të lashta shqiptare, ku toka është lagur me gjakun e trimave dhe ku qielli duket më afër Zotit, lindi një nga figurat më enigmatike dhe më heroike të historisë së fundit të kombit ton, Samidin Xhezairi, i njohur në të gjithë trojet shqiptare si komandant Hoxha, mbetet një simboli i idealizmit të papërkullur, i guzimit të papërshkrueshëm, i strategjisë ushtarake të zgjuar dhe i sakrificës sublime për atë dhe. Ai nuk ishte thjesht një komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, UÇK. Ai ishte një luftëtar që braktisi rehatinë e perëndimit, familjen, karrierën dhe jetën e qetë për të marrë pushkën në dorë dhe për t'u hedhur në flakët e luftës për çlirimin e Kosovës. Historia e tij, nga fshati i vogël Bresan i Opojës deri në betejat epike të Junikut, Jeshkovës, operacionet gurile në zonën e Prizrenit dhe Dragashit, është një poemë madhështore heroike, një od për çdo shqiptar që ndjen në gjoks rrahjen e zemrës kombëtare. Kjo është saga e një njeriu që u bë tmerr për armikun serb, shpresë për popullin e tij dhe shembull i përjetshëm i atë dashurisë së vërtetë. Samidin Xhezairi lindi më 23 mars 1963 në fshatin Bresan të Opojës, në zonën e bukur malore të Dragashit, një krahinë e njohur për traditat e forta patriotike, për burrëri dhe për dashuri të thellë ndaj atë dheut. Bresana, e rrethuar nga malet e Sharrit, ishte një vend ku fëmijët rriteshin me tregime të trimave të Opojës, me këngë kreshnike dhe me ndjenjën e fortë të identitetit shqiptar. Familja e tij ishte e thjeshtë, por me rrënjë të thella detare. Në vitin 1969, kur Samidini ishte ende fëmijë i vogël, familja u shpërngul në Prizren, qytetin historik të Kosovës, ku ai do të kalonte vitet vendimtare të rinisë së tij. Në Prizren, Samidini kreu shkollën fillore dhe të mesme, gjimnazin, me drejtim mjekësor, që herët ai tregoi etje të madhe për dije, disiplinë dhe për veprim. Në vitet 1982-1983, kreu shërbimin ushtarak në Pirot të Serbisë, ku filloi të kalitej karakteri i tij ushtarak dhe disiplina e hekurt. Më vonë, nga viti 1983 deri në 1988, ai studioi në Fakultetin e Teknologjisë në Mitrovic. 2 vitet e fundit, 1986-1988, ndoqi paralelisht edhe shkollën e lartë të elektroteknikës në Zveçan. Si absolvent i 2 fakulteteve teknike, ai kishte një të ardhme profesionale të sigurt, por zemra e tij rrahte për diçka më të madhe se karriera personale. Pas studimeve, si shumë shqiptar të asaj kohe, Samidini u dethyrua të emigronte në kërkim të një jete më të mirë. Ai shkoi në Vjenë të Austrisë. Atje filloi nga e para, punë të ndryshme fizike, mësimi i gjuhës gjermane me përkushtim të madh dhe integrim në shoqërinë austriake. Nga viti 1990 deri në 1998, ai punoi si teknik mjekësor në një spital të Vjenës, një punë që i lejoi të përdorte njohuritë e tij mjekësore. Në vitin 1993, mori shtetësinë austriake. Krahas punës në spital, ai u thellua edhe në fushën e teknologjisë, duke mësuar programim vizual, C++ dhe animacione grafike. U martua në Vjenë, pati 2 djem dhe ndërtoi një jetë të stabilizuar ekonomikisht, një jetë që për shumë kënd do të ishte ëndra e realizuar. Por Samidini nuk ishte njeri i zakonshëm. Ai ndiqte me shqetësim të thellë lajmet nga Kosova, represionin serb, arrestimet, torturat, diskriminimin sistematik dhe vuajtjet e popullit të tij. Si idealist i paepur, ai nuk mund të qëndronte indiferent. Zemra e tij ishte gjithmonë në Kosovë. Kur në vitin 1998, flakët e luftës çlirimtare filluan të digjnin në Kosovë, Samidini mori vendimin më të rëndësishëm dhe më dramatik të jetës së tij. Ai braktisi purën e sigurt në spital, gruan dhe 2 djemt e vegjël në Vjenë, rehatien materiale dhe sigurinë austriake për t'u kthyer në atë dhe për t'u bashkuar me radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në qershor 1998, ai udhëtoi për në Tiranë, plot shpresë se do të gjente organizim të fortë ushtarak.
Atje përjetoi zhgënjimin e parë, për shkak të burokracisë dhe ndarjeve politike, por ai nuk u tërhoq asnjë moment. Takoi luftëtar të tjerë, mes tyre nga Drenica, dhe së bashku me shok besnik kaloi kufirin drejt Kosovës. Armën e parë, një automatik 10-she, e mori në Tropoj. Gjatë rrugës pati konfrontime të para me forcat serbe në kufi, por guximi i tij dhe i shokëve e quan deri në malet e Junikut. Në 27 korrik 1998, ai arriti në Junik, një nga vatrat më të nxehta dhe strategjike të luftës çlirimtare. Juniku, si qendër e kontrabandës së armëve nga Shqipëria e Veriut, ishte bërë simbol i rezistencës. Atje Samidini u integrua shpejt në radhët e UÇK-s. Ai shërbeu si shef i shtabit të brigadës 125, që vepronte në rajonin e Prizrenit. Më vonë, ai formoi dhe udhëhoqi brigadën 127 në zonën e Dragashit dhe Opojës, krahinën e tij të lindjes. Komandant Hoxha u bë i njohur menjëherë për strategjinë e tij të zgjuar, për disiplinën e hekurt që kërkonte nga ushtarët, për guximin personal në vijën e parë të frontit dhe për aftësinë për të motivuar luftëtarët edhe në momentet më të vështira. Ai nuk ishte komandant që jepte urdhra nga larg. Ai luftonte krah për krah me ushtarët e tij, duke i inspiruar me shembullin e tij personal. Në Junik, komandant Hoxha mori pjesë në betejë të ashpra dhe të përgjakshme, kundër forcave serbe shumë më superiore në numër dhe armatim. Bashkë me legjendar si Bekim Berisha, Abe, Bedri Shala dhe komandant të tjerë, ai mbrojti pozicionet me vendosmëri të madhe. Betejë e Junikut zgjati javë të tëra plot tensione, sulme dhe kundërsulme. Më 10 gusht 1998, ran heroikisht shok të tij të dashur, si Bekim Berisha dhe Bedri Shala. Pavarësisht humbjeve të rënda, komandant Hoxha dhe luftëtarët e tij vazhduan rezistencën. Më 13-14 gusht 1998, pas një lufte të përgjakshme, u tërhoqën në mënyrë të organizuar drejt Shqipërisë, duke bartur të plagosurit dhe civilët që mbronin. Gjatë tërheqjes së vështirë në përmale, Samidini tregoi humanizëm të rrallë. Ai barte në shpinë, pleq, gra dhe fëmijë të plagosur për orë të tëra, duke i shpëtuar nga hakmarrja serbe. Ky veprim e bëri të dashur në zemrat e popullit. Pas një periudhe të shkurtër stërrikjeje dhe riorganizimi në Shqipëri, ai u kthye përsëri në Kosovë dhe vazhdoi luftën gurile me intensitet edhe më të madh. Ai mori pjesë në aksione të rëndësishme në zonën e Vërrilit. Një nga momentet kulmore ishte betejë e Jeshkovës, Gjeq të Vërrinit, më 11 mars 1999. Në këtë betejë, forcat e UÇK-ske, nën koordinimin e komandant Hoxhës, zhvilluan një nga operacionet më heroike kundër forcave serbe. Luftëtar nga Opoja, Struzha, Bilusha, Hoqa, Hadrini dhe zona të tjera luftuan me guxim të papërshkrueshëm. Shumë shok ran aty, por aksioni dha goditje të rënda armikut dhe ngriti moralin e rezistencës. Komandant Hoxha koordinonte operacionet me mjeshtri, përdorte terrenin malor për sulme të befasishme, goditje të shpejta dhe tërheqje taktike. Ai kishte përvojë të madhe ushtarake nga konfliktet të tjera ndërkombëtare. Raportohet se mori pjesë në luftën sovjeto-afgane dhe në luftën e parë qeçene, ku fitoi njohuri të vlefshme që i vuri në shërbim të çështjes shqiptare. Pas luftës në Kosovë, në vitin 2001, ai u bashkua me ushtrinë çlirimtare kombëtare në Maqedoni, ku komandoi një brigadë në zonën e Tetovës dhe mori pjesë në betejën e Tetovës dhe operacione të tjera. Gjatë gjithë periudhës së luftës, ai jetoi me rrezik të vazhdueshëm. Si komandant i njohur, ai ishte objektiv kryesor i forcave serbe, por ai kurrë nuk u fsheh pas ushtarëve të tij. Përveç aftësive ushtarake, njohuritë e tij mjekësore shpëtuan jetë të shumta të plagosurish në kushte primitive malore, pa spitale dhe pa pajisje të mjaftueshme. Ai ishte baba, bashkëshort, intelektual dhe luftëtar njëkohësisht, një shembull i rrallë sakrifice. Pas çlirimit të Kosovës, komandant Hoxha u kthye te familja e tij. Ai pati një vajzë në Kosovë, duke bashkuar kështu jetën personale me atë dhemën e çliruar. Ai u bë antar aktiv i shoqatës së veteranëve të luftës së UÇK-s dhe vazhdoi të kontribuojë për ruajtjen e kujtimit të dëshmorëve, për të drejtat e luftëtarëve dhe për mbrojtjen e historisë së pastër të luftës çlirimtare.
Në vitin 2004, ai udhëhoqi demonstrata në Ferizaj, duke shprehur qëndrimin e tij të fortë kundër kriminalëve serb dhe për mbrojtjen e interesave kombëtare shqiptare. Ai është ftuar edhe nga gjykata speciale në Hag, ku ka shkuar me dinjitet të plot për të mbrojtur luftën e drejtë të UÇK-s. Ai ka deklaruar publikisht se është gati të mbrojë çështjen e lirisë edhe me çmimin më të lartë, duke thënë se më mirë të vritemi pafajshëm se sa të vras të pafajshëm. Qëndrimi i tij i vendosur e ka bërë simbol të nderit dhe dinjitetit kombëtar. Sot, Samidin Xhezairi, komandant Hoxha, është një figurë legjendare e historisë shqiptare. Ai mbetet enigmatik, sepse jeta e tij është plot kthesa dramatike, nga studenti i talentuar në Mitrovic, emigrant i suksesshëm në Vjenë, luftëtar në malet e ashpra, komandant i brigadave të UÇK-s, veteran i respektuar dhe mbrojtës i vlerave kombëtare, por mbi të gjitha, ai është hero kombëtar, njeri që braktisi rehatin për gjakun e Kosovës, që luftoi në fronte të ndryshme dhe që vazhdon të jetë shembull për brezat e rinj. Ai luajti rol të rëndësishëm në çlirimin e Prizrenit, Dragashit, Opojës, Junikut dhe zonave përreth, duke kontribuar drejt për drejt në fitoren finale të UÇK-s dhe NATO-s. Komandant Hoxha na mëson se liria nuk vjen falas, ajo kërkon sakrificë personale, vendosmëri, strategji dhe unitet kombëtar. Ai është shembull për të gjithë, një intelektual që u bë luftëtar, një baba familjeje që u bë hero, një emigrant që u kthye në çlirimtar. Emri i tij jehon sot në Bresan, në Prizren, në Junik, në Jeshkov, në malet të Sharrit dhe në zemrat e të gjithë shqiptarëve si simboli i guximit, nderit dhe dashurisë për atë dhe. Ai vazhdon të jetojë mes nesh, duke ruajtur kujtimin e shokëve të rënë dhe duke mbrojtur me dinjitet vlerat e luftës çlirimtare. Lavdi komandant Hoxhës. Lavdi të gjithë dëshmorëve të UÇK-s që luftuan krah për krah me të. Ti, o Samidin Xhezairi, je një nga pishtanët më të ndritshëm të lirisë sonë kombëtare. Rrofsh gjatë o heroj gjallë i kombit shqiptar. Kosovë e lirë, fal gjakut tënd, të shokëve të tu dhe të gjithë martirëve të luftës çlirimtare.